Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri Urtësia në thirrjen për në fenë Allahut subhanahu wa taala. Kemi arritur tek urtësia, kapitulli urtësia forcës praktike me të thirrurit. Këtë kapitull akoma nuk e kemi kry, sonte do ta kryjm. E pastaj vjen kapitulli tjetër, urtësia forcës praktike me mëkatarët musliman. Më thonë kjo është kapitulli i fundit, pastaj edhe po përfundon libri inshallahu taala. Kemi arritur disa pika i kemi trajtuar në derset e kaluara: respekti Allahut dhe të dërguarit të tij, lutja, përmendja Allahut, guximi, trimëria, sakrifikimi, përshëndrimi në takimin me armikun. Sonte do të flasim për sinqeritetin, për dëshirën apo lakmin për të arritur atë që është Allahu azza wa jall, mbështetja e udhëheqës së besimtarëve të drejtë e kështu me radhë. Fillimisht e kemi si pikë është sinqeriteti. Luftëtari, se jemi tu folë për luftën në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, si e ka bo Muhamedi alayhi salatu wassalam apo xhihadin. Luftëtari nuk konsiderohet që është mujahid në rrugt të Allahut subhanahu wa taala përveç se me sinqeritet. Nëse ka ikhlas, ka sinqeritet në Allahun subhanahu wa taala, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ky tek Allahu është mujahid fi sabilillah. Thot Allahu azza wa jall, mos u bëni si ata që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhësi dhe sy faqësi. Më thonë mendje madhësia, sy faqësia e hub sinqeritetin e të qenurit mujahid fi sabilillah. Andaj duhet me pas kujdes dhe normalisht sinqeritetin kërkush nuk e din përveç Allahut azza wa jall. Më thonë Allahu azza wa jall është ai i cili ja din zemrat njerëzve dhe jo ne. Sepse në pamjen e jashtme ne nuk e dim se çka po ndodh me personin në fjalë. Dikush mundet me pas qëllimin që mi thon trim, dikush mundet me pas qëllimin që me marë plashk luftës, apo ku e diune, dikush më ju përmend emni, më përgjithësi dhe më thonë, jashta sinceritetit për Allahun subhanahu wa taala, çdo gjë që bëhet, atëherë nuk mund quhet ky mujahid fi sabilillah. Po ashtu Allahu azza wa jall thot, ata që u përpoqen për ne me siguri se ne thot do t'i orientojmë në rrugët tona. Me të vërtetë Allahu është me bamirësit apo të sinqertit. Suratul Ankabut ajeti 69. Një njeri ka ardhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ka pyetur: o i dërguari i Allahut, thot ka njerëz që luftojnë për plaçkën, tjetri thot lufton për të përmendur, e tjetri thot lufton që të duket pozita e tij, për pozitë. Pra kush është fi sabilillah? Më thonë, i tregon kategoritë e njerëzve se përse luftojnë. Zaten vrehet subhanallah personi kur e ka fi sabilillah, luftimin fi sabilillah, pas luftës, pas çlirimit, vrehet personi që nuk e vjedh vendin e vet. Vrehet personi që nuk ngan mas pozitës. Ndërsa ne fatkeqësisht kemi njerëz pas luftës që subhanallah kanë qenë luftë njerëzit. Ndoshta edhe kishin mujt më vra. Dhe pas luftës çfarë? E vodhën shtetin. I vodhën njerëz, do më thonë pasurinë e shtetit apo pasurinë e muslimanëve e vodhën. Gjitha gjërat i bën. U munduan që në pozita të futen me mishe me shpirt. Gjitha këto gjëra, subhanallah, aludojnë se përfundimi i tyre, fillimi nuk ka qenë rregull fi sabilillah. Dhe se përfundimi po shihet se ku është. Lutim Allahun azza wa jall të gjithë muslimanët me ju udhëzu. Dhe thot, pra kush është fi sabilillah në rrugt të Allahut? I dërguari Allahu sa më tha, kush lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, ai është thot fi sabilillah. Ai është mujahid fi sabilillah. Do më thonë qëllimi i muslimanit kur të lufton, çfarë është? Është që të ngritet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një kategori e shahidave, një kategori e mujahidave, dhe nuk do të thotë që ekziston vetëm kjo kategori e mujahidit apo kjo kategori e shahidit nëse bjerë fi sabilillah, do të thotë nëse vritet në luftë. Jo, na kemi për shembull shahid është personi i cili vdes nga dhimbjet nga barku. Kemi për shembull nëse bjerë prej një malit nalt të poshtë bjerë, apo për shembull shtatzanet, lehonet, apo
duke mbrojt vendin e vetë, pasuninë e vetë, nderin e vetë, gjitha këto gjëra, tek Allahu llogaritën sikur shahid. Do të thonë dëshmor fi sebilillah, dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu si qëndron hadithin e vërtet se të parët që do të gjykojnë ditën e Kiametit janë 3 grupe dhe ka përmendur atë i cili ka luftuar vetëm që të thonë për të se ka qenë i guximshëm. E bon subhanallah, luftën e bon armikun e ka përpara, vdekjen e sheh me sy, po themi kushtimisht, dhe çfarë e bon që njerëzit t'i thonë sa guximtari madh, sa trimi madh, gjitha këto gjëra i bën për pozit, për trimni, për guxim, mi thonë njerëzit, apo me marr pasuri, do më thonë grupi tjetër. Më thonë, subhanallah, në ato momente mundet me vdek, edhe kë e ka njetin që njerëzit të thonë që je i guximshëm. Dëshira pastaj lakmia për të arritur atë që është tek Allahu i Madhërisëm. Ajo që ndihmon për të ngadhnyer kundër armikut është lakmia për arritjen e begative të Allahut azza wa xal. Dhe më thonë me pas lakmi ndaj të mirave të Allahut azza wa xal, ndaj xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Të lumturisë në dynjë dhe në ahiret, për këtë çka Allahu e ka ndihmuar të dërguarin e vet dhe sahabët pas tij, ajo që tregon dëshirën për arritjen e saj e asaj që është e Allah mund të shihet në shembujt siç vjen. Disa shembuj do t'i potencoj. Shembulli i parë është atë që e ka bërë Umeir ibn al-Hammam në Bedr. Kur u ka thonë i dërguari Allah sa sa ngrituni ka xheneti gjërësia të cilët është sa qiejt edhe toka. I ka nxit Muhamedi alayhi salatu wassalam në luftën e Bedrit. Dhe normalisht Allah subhanahu wa taala thot mos e kërkoni luftën. Nuk është mirë, lufta nuk është e mirë. Mos e kërkoni. Mirë, po nëse ju vjen, atëherë qëndroni fuqishëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe mos i tradhoni muslimanat. Dhe për atë arsye, kur e pan luftën e Bedrit që mushrikët e Mekës kanë filluar që të sulmojnë muslimanat, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë tha? I nxiti. Tha ngrituni ka xheneti gjërësia të cilët është sa qiejt e toka, i habitur dhe kureshtar. Ky pyet Muhamedi alayhi salatu wassalam, o i dërgumi Allahut, xheneti sa gjërësia e qiejve dhe e tokës? Tha po, ai pastaj tha apo u çudit diçysh si me çudi apo me knatësi. Tha i dërguari Allah sa sa me pyeti, çka të shtyri të thuash të bësh këto lloj veprime me zë? I dërguari Allah, asgjë tjetër, o i dërguari Allah i tha, përveç se dëshirës për të qenë nga banorët e tij, du me qenë banori i tij, du me qenë banori i xhennetit. Asgjë tjetër thot. Ai tha ti je nga banorët e tij. Se kishte shpalli Muhamedi alayhi salatu wassalam. I tregonte, subhanallahu, veç para menon e vllazni, na me qenë aty edhe me të thonë, ti je prej banorëve të xhennetit. Allahu akbar. Çfarë knatësie e madhe është. Me di që ti po shkon në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala, para se me shku. Dhe fjala Muhamedit alayhi salatu wassalam është hak, është shpallje. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe ai nuk fol nga vetvetja, vetë se çka i shpallet, çdo gjë. Atër tha pastaj ai nxori hurmat që kishte pasur në xhep dhe filloi të haj. I kishte hurmat në xhep, filloi mi hangër. Më pastaj tha çka? Tha, po t'jem gjallë derisa t'i ha këto hurma, është koha e gjatë. Është koha e gjatë. Thot i hodhi ato që mbeten e pastaj luftoi derisa u vra me lejen e Allahut. A më thon u friksua subhanallah, mos po shkon gjatë. Puna e shejtlëkut shkojnë luft, i la para se me shku luft dhe do thot i la ato hurmat, nuk i hangri të gjitha dhe shkojnë luft dhe u vra dhe u bë shahid me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pika dytë, shembulli i dytë është ajo që e ka bërë Enes ibn an-Nadhr, xhaxhai e Enes ibn Malikut në ditën e Uhudit. Thot ai ishte që nuk ishte prezantuar në Bedr. Dhe ne e dim vllazni, ata të cilët kanë prezantuar në luftën e Bedrit, tek Allahu mëkatet e tyre janë të falura, subhanallah.
si mirësi apo prej Allahut subhanahu wa taala. Thot i cili tha, betejën e parë që zhvilloi, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, mungova. E nëse mjep, thot Allahu azza wa jall, thot rastin pas kësaj do të shoh Allahu se çka do të bëj. Në betejën e parë nuk shkova, nuk prezentova. Nëse Allahu ma mëndson betejën e dytë tash në Uhud, do ta sheh Allahu se çfarë do të bëj unë për të. Ai pastaj prezentoi me të dërguarin në Uhud. Dhe thot kur u takua me Saad ibn Muadhin, i tha në Uhud po e ndjej, thot, erën e xhenetit. Ai luftoi derisa u vra. Në trupin e tij gjetën 80 e disa plak, subhanallah. 80 e disa plak. Me shpata duke luftuar, thot nga goditja e shpatave dhe shigjetave, motra vet nuk e njohu. Aq kishte plagosje në për trupin e tij, sa që nuk e njohun nga gjaku dhe nga plagët që i kishte marrë ky sahabi nderuar, përpos nga shenjat në gishtrinje. Me këtë razbriti ajeti dhe thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Ahzab, ajeti 23, thot prej besimtarëve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur dhe nuk bën ndryshim në premtimin e dhënë. Sahabët për këtë ajet kanë thënë se ka zbritur për ato dhe shokët e tij. Pikë tjetër është mbështetja e udhëheqës së besimtarëve të drejtë. Po ashtu nga shkaqet e fitores vllazni, duhet me pas një raje, një lloj udhëheqësie apo udhëheqësi që ti më ju bind udhëheqësit. Sepse pa udhëheqësi nuk ka xhihad o vëlla. Nuk ka luftë mirëfillt sheriatike pa udhëheqësi të drejtë sheriatike që ja jep bejan, besatimin. Përkundër asaj ulemoja e kanë thonë edhe nëse është mëkatar, është më hajrit më kon një udhëhec dhe krejt më ju bind ati, dhe më thonë më ju bind në aspektet e luftës, kur të vjen apo në strategjinë e luftës, nuk pëthejmi çdo gjë nëse ai urdhënon në haram nuk dëgjohet, por se në gjëra të përgjithshme të muslimanëve është më mirë se sa të luftojnë muslimanët grupe, sepse e humbin fuqinë, qysh e kanë humbë fuqinë, dhe më thonë në kohët e sotshme ku luftojnë muslimanët grupe. Thot nga shkaqet e fitores është dorëzimi ndaj udhëheqësisë ushtarake, atyre që njihen në mesin e besimtarëve me iman të plot, me vepra të mira, me trimëri dhe urtësi. Thot Allahu azza wa jall, më i ndershmi te Allahu është më i devotshmi në mesin tuaj, në mesin e juaj. Suratul Hujurat, ajeti 18, ajeti 13, kurse Allah subhanahu wa taala normalisht që i do të devotshmit. Ndërsa dashuria e Allahut subhanahu wa taala ndaj robërve të vet është nga shkaqet më kryesore për t'i ndihmuar kundër armiqve, dhe thot Allahu azza wa jall, jo, nuk është ashtu siç thonë ata, por kush e përmbush amanetin e vet dhe ruhet nga mëkatet, thotë padyshim Allahu i do të devotshmit. Dhe më thonë, mëkati vllazni mund të më bëjë sebeb me humb luftën, me humb betejën, mos me t'i pranu Allah azza wa jall duat, shiko se çka je tu hongër, shiko se çka je tu vesh, shiko se çka je tu fol, shiko se çfarë je duke vepru. Sepse kjo bëhet barierë, pengesë në pranimin e duave. S'ti pranon Allah azza wa jall duat. Bën dua tërkohë, nuk t'i pranon Allah subhanahu wa taala, për shkak të një mëkati që e bën dhe nuk kërkon falje. Ka pas prej selefit, subhanallah, thotë e kanë bërë një gjuna thotë e kanë bërë. E kanë përgujuar dikë apo e kanë bërë një gjuna të saktuar, nuk po më kujtohet saktësisht, muhim e rëndësishme e ka bërë një gjuna. Thotë jam privuar nga falja namazit natës me muaj të tërë, 6 muaj ditë më duket. Me muaj të tërë për shkak të një mëkati. Dërsa ne bëjmë mëkate se kemi gale. Më thonë, çështja nuk është edhe aq e lehtë, sepse mëkati bëhet sebeb që ti mos me ta mundsu Allahu subhanahu wa taala me bë vepra të mira. Nëse bën mëkat, Allahu subhanahu wa taala s'ta mundson më çu me fal namazin e sabahut. Nuk ta mundson, sepse gjunohi është e zeza e zemrës tonë, subhanallah, është errësira. Qysh është rasti Imam Shafiut rahimahullahu taala, kur shkon te Waqiu, çdo ditë ka pas me mësu 100 hadithe, dhe një ditë nuk ka mësuar 10 hadithe dhe një ditë nuk ka mujt me mësu. Edhe thot çfarë? Thot çka është çështja, thot pse s'ke mujt me mësu? Mos e ke bëna gjëna, jo bre, thot nuk e di. Kujto, thot,
Atëri kujtohet gjatë ecjes e ka pa një femër, një grua që fryma ja ka ngrit gjilbabin, mbulesën, domethënë atë mantillën ja ka ngrit, e ka shiku këmbën e saj dhe kjo i ka bo fitne. Thot, ky është mëkati, sepse dituria është dritë dhe mëkati çka është errësirë. Dhe mëkatarit nuk i jepet drita, subhanallahu, nuk i jepet dituria mëkatarit. Vetëm një mëkat e ka bo. Allahu subhanahu wa taala atë ditë e ka privu nga mësimi i haditheve, që ka mësu 10 hadithe. Nuk ka mujt me mësu. Njëjta gjosht edhe me Kur'anin vllazni. Njëjta gjosht edhe me leximin, a e keni vret? Na knaqet njeriu gjatë leximit. Knaqet. Kupton mirë, mban mend mirë. Na herë merr lexon ka 2-3 herë sin kry duhet me lënë. Varsisht prej rrethonave, varsisht prej menaxhimit menaxhimit kohës apo mëkateve, Allahu subhanahu wa taala atë ditë s'ta mëson ti me mësu një ditori të rrej. Andaj çu bon istikfar, sa më shumë. Bon istikfar, kërko mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu me ta dhon dritën e diturisë. Pastaj të mbrojtur duke u furnizuar me shkaqe të shpëtimit. Besimtarët kanë furnizime të ndryshme, subjektive, që janë shkak për të shpëtuar nga fatkeqësitë dhe sprovat të ndryshme. Allahi sadakaja apo kërkimi i faljes është një burojë e veçantë specifike që Allah mos me ta çu ty një bela, mos me ta çu ty fatkeqësinë. Kjo është barierë e fuqishme kur ti kërkon falje tek Allahu subhanahu wa taala. Këto gjëra thot janë nga faktorët më të rëndësishëm. Prej tyre janë taubeja dhe istikfari, pendimi dhe istikfari, kërkimi i faljeve të mëkateve, nga të gjitha gjunahet, të mëdha dhe të vogla. Taubeja nuk pranohet përpos me 3 kushte. 3 kushte janë. E para thot, izolimi nga të gjitha mëkatet dhe braktisja e mëkatit. Nëse bëhet për një mëkat specifik të madh, atëherë me elon me njëherë mëkatin. E dyta thot, vendosja për të mos u rikthy në mëkate. Me thonë, ja Rab, kur mos ku më kthy te ky mëkat. Dhe e treta thot, pendimi për mëkatin e bër. O Allah, falem, ja Rab, falem mo. Ja Rab, falem. Nuk ku më kthy, ja Rab, mo, kur? Edhe me lon. Te treta, thot, nëse këto i bën, nuk ka gjuna që Allahu nuk ta fal. Nuk ka gjuna. Por edhe shirkun, që nuk ka gjuna më të madh se sa shirku, e që mushrikët e Mekës kanë qenë mushrik dhe kanë pranuar Islamin dhe janë penduar tek Allahu subhanahu wa taala, ndërsa nëse mëkati është në raport me njeriu, atëherë përpos këtyre 3 pikave kushteve, shtohet edhe pika tjetër me shku edhe mi kërku halallëk. E po ka diçka të rëndësishme këtu. Për shembull ti e ke përgoju një vëlla musliman. Edhe këtu po thot kushti i 4 është me shku me kërku halallëk. Në hak që i ki, që me botë ashtu? Nëse ti shkan e shikon, nëse ti shkan të këtë personi, dhe i thua më bën halal, a i thot, shkam ki përgoju, po du me ditë, nëse ti ja tregon, a i preket edhe ndoshta prishën raportet ale ma shumë. Atër nëse e vrejnë se vllai musliman, se cili i vrejmë në karakterit e njerëzve, dikush mund të baj, dikush nuk mund të baj, nuk mund me bajt atë përgojem, atëherë qka nuk shkon tek personi, kërkon falje për ton një, edhe e dyta në ato me gjlise ku e ki përgoju vllaun ton, duhet me përgënjeshtru vetin tëtë. Me thonë, unë jem gabimtar. Unë kum fol me padituri, me akuzu vetën, edhe me pastru ato, nëse don që në ditën e gjykimit më koni pastër para Allahut dhe para ti pastaj. Sepse ai ti merr ty sevap dhe ti jep gjunahet. Ku atë ditë nuk ka mu halala, nuk ka me u halala shtis që thëjnë. Nuk ka. Atë ditë vetëm mëkatet edhe sevapet mirën apo të jipen. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nuk e ndryshon gjendën një populli, derisa ta ndryshojmë na vetet tona gjendjen e, dhe më thonë, Allah nuk e ndryshon gjendën një populli, derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre, dhe thotë, kjo është një ilaç shumë i madh. Nëse një keqe është përhapur, nuk hiqet që kjo e keqe, derisa ti të fillon nga vetvetja. Fillon nga vetvetja, vllaja. Nga vetvetja, nga fëmia, gruaja. Pastaj ngjeti kada kadale.
Dhe kështu me radhë në lagje, në fshat, në qytet dhe në fund të shteti. Dhe kështu pastrohet gradualisht që ky ekvacioni i Davetit Selefi. Edhe më tregu subhanallahu isha tu e lexu një citat, një thirrsi më hershëm, më tregu edhe pushtetarëve, më tregu edhe njerëzve me pozit, o vllai jam, unë nuk du me ta marr ty pushtetin, mos e ki atë gojle ti. As të bëj parti, as nuk të bëj asgjë. Unë thjesht du me të pa ty bashkë me mu në xhami, s'po du ty me të pa në zjarë në xhenemit. Dhe kur ai e vren që ti je i sinqert në thirrjen tënde, Allah subhanahu wa taala ndoshta ja zbut zemrën atij dhe kthehet dhe udhëzohet. Mirë, po nëse ti mundohesh me mishe me shpirt me rrëzu ato prej pushteti, me bo partit ndryshme apo ku e di une, gjitha këto gjëra mi bo, ai halo ma shumë inatoset dhe forcohet halo ma shumë në armatoset në luftimin kundër teje. Mirë, po nëse ti shkon me mençuri dhe bën Davetin, Allah subhanahu wa taala, nëse është i keq, nëse është zullumçar, Allah subhanahu wa taala ja fa qafën, mos e ki gale vllaja. Hiç mos e ki gale. Ose e udhëzon, ose ja merr shpirtin, ose e urxon pje pushtetit. Sepse ka ajet kuranor vëlla, ka ajet kuranor ku Allah subhanahu wa taala kujt do i jep pushtet, kujt do ja merr pushtetin. E rëndësishme është ti të bësh davet. Ti të bësh davet, mos ta kesh qëllimin e pozitës, mos ta kesh qëllimin e rrogës. T'japin rrogë, bëj davet. S'japin rrogë, s'bëj davet. Jo, qëllimi është misioni, me pas mision këtë fe, jo profesion. Po e te mision këtë fe, ki me pas bereqet me lena Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht, jo mi thirr te vetvetja, po mi thirr tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Në rastet caktuara kur një fetva e ki, e sheshi xhamati jot, nuk po e pason atë fetva, për shkak një hoxhe tjetër i cili është pasues i sunetit dhe është bindur, mos u i dha, sepse i bie që ti atëherë pe thirrish te vetvetja, jo tek e vërteta. Më thonë, duhet me pas kujdes në të gjëra, sinceritetin me rujt që me pas rezultate të mira me lejen Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, po Allahu nuk do t'i dënoj ata derisa ti o Muhammed je në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i dënoj ata derisa kërkojnë falje. A pse? Si thash më herët. Më thonë, nëse ti o vllai jam bën mëkate dhe kërkon falje tek Allahu azza wa jall, kërkon falje tek Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall nuk e zbret dënimin mbi ty. Për shkak të faljes që e bën. Mëkate bëjmë na jemi njerëz çdo ditë, për gjaku e mishit. Mirë, po kërko falje tek Allahu azza wa jall. Kërko falje 100 herë astaghfirullah wa atubu ilej. Kërko thuj subhanallahi wa bihamdi. Bëni dhikret e mëngjesit, gjitha këto gjëra, çdo ditë me lejen Allah subhanahu wa taala, edhe je i mbrojtur, edhe të falen mëkatet me lejen Allah azza wa jall. Dhe e fundit është devotshmëria. Thot Allah azza wa jall, e kush u përmbahet dispozitave të Allahut, Allahu i hap atij rrugdalje. Allahu akbar. Nëse ti përmbash fesë Allahut azza wa jall, Allah azza wa jall çel rrugë. Allah i plot kemi raste shembujt tek vllaznit. Ju kanë mbështet Allah subhanahu wa taala, Allah azza wa jall i ka çel rrugdalje. Po ne jemi njerëz të nxitum, njeriu është i nxitum, me njëherë mendon të bëj ndryshime, po jo, nuk është në urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Të mirat vijnë gradualisht, shay'an fa shay'an, më thon step by step, ka dole vijnë. E rëndësishme është të bësh sabër me lejen e Allahut azza wa jall, pastaj zbatimi të gjitha farzave dhe pasimi i tyre me nafile, urdhërimin e punë të mira dhe ndalimin nga punët e këqija. I dërguar Allahu sa ka thënë, pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im. Thot, do të urdhëroni në punë të mira, do të urdhëroni në punë të mira. Thot, dhe do të ndaloni nga të këqijat, apo pritni që Allahu t'ju dërgoj kundër jush në dëshkimin nga ai, e pastaj do ta lutni e ai nuk do t'ju përgjigjet. Dhe më thonë, urdhroni punë të mira, ndaloni nga të këqijat. Nëse s'keni mundësi me dorë, atëherë ktheuni tek gjuha, flisni në për familje. Pak, po themi pak ndhojza, pak rëndësi ka, e marrin apo nuk e marrin, e rëndësishme dëshmoja Rab, që unë e thash, unë këshillova,
Tani udhëzimi është prej teje, ja Rab. Nëse don me udhëzu, është në dorën tënde. Unë po bëj dua që ato me largu nga mëkati, që ato me largu nga shirku. E kam thënë në disa derse të kaluara, Shekh Abdurrazaki është në ndodhim me Shekh Abdurrazakin ku thot çdo herë thot, para se Shekh Abdurrazaki është djali i Shekh Abadit vllazni. Shekh Abdurrazaki thot çdo herë kur kom dasht me shku mi bot davet dikujt, e kom fokusu në kokë, synin ja kom qitë që thënë të na, te filoni kom e shku, mi bot davet. Kom bo dua tek Allah subhanahu wa taala. Ja Rab, ma mund sot t'i flas në mënyrën më të mirë dhe kom pas rezultate çdo herë. O dhëzu, apo është kthyer nga gjunahi. Andaj, ti bëjmë gjërat për hir të Allahut subhanahu wa taala, të mbështetemi në Allahun azza wa jall. Një person me hek subhanallahu prej gjunahit, prej kufrit, prej bidatit, a disa sen i madh. Pastaj ai ato gjëra që i bën dhe ai e përhap atë thirrjen tënde, ti ke me pas shpërblim tek Allahu azza wa jall derisa ai të jetë gjallë dhe që e ka përhapur ato që ti ja ke mësu. Thot pastaj Allahu i madhërisëm thot e kur të braktisën ata për të cilën ishin këshilluar, ne i shpëtuam ata që pengonin nga të këqijat, ndërsa ata që kundërshtuan i kapëm me një dënim të fortë, nga se ishin të shfrenuar. Nuk kërkuan falje. Përkundrazi vazhduan me gjunahe. Subhanallah, shohim njerëz të cilët janë të pasur, të cilët nuk falin namaz, nuk i kryjnë obligimet karshi Allahut subhanahu wa taala, janë turur gjunaheve, zinas, kamatës, gjitha gjërave. Dhe në fund çfarë thot? Allahu mu po mdan. Alhamdulillah, thot Allahu mu po mdan. Qysh po të dënë Allah subhanahu wa taala kur ti nuk i kryn obligimet karshi Allah subhanahu wa taala? Të ka mashtru shejtani alayhi lane. Sepse Muhamedi alayhi salam ka thënë, kushdo që është i pasur, kushdo që ka pasuni, dhe i ka të mirat e dunjos, dhe është i turrur gjunaheve, e ka harru Allah subhanahu wa taala, ndërsa Allah nuk e sprovon këta në këtë dunjo. Thot ky është drejtu për xhenem. Allahu akbar. Allahu na rujt. Ky është drejtu për xhenem, ndërsa ky mendon se Allahu pedon, sepse nuk piqon bela, nuk piqon sprova. Ndërsa kur ta shohin një tjetër i cili është besimtar dhe i çon Allahu sprova, thënë që Allahu pedon, apo çfarë njeri është? Alhamdulillah, unë punë të mirë kam me Allahun thot. Ku i ki punë mirë me Allahun? Ku i ki shtyllat e Islamit? E gjunat që jetu i bo gjunat e mëdhaja? Dhe Allah nuk po të sprovon, Allah nuk po të dënon këtë dunjo. Atër dije që e ke dënimin botën tjetër shumë më të rënd. Allahu na ruajt. Pasimi të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në besim, thënie dhe vepra është prej bazamenteve të fesë tonë, dhe në fund lutja, duaja, përkulja dhe druajtja para Allahut të madhëruar. Deri në takimin e radhës, siç tham në kapitullin tjetër, me urtësinë e forcës praktike me mëkatarët musliman. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.